Askujt nuk i ka shkuar në mendje vjen deklarata shokuese një zbulim në oqean do të ndryshoj botën. Një udhëtar në kohë që pretendon se vjen nga viti 2198 ka thënë se do të ketë një zbulim rënqethës nga oqeani që do të ndryshoj botën përgjithmonë. Ai ka bërë pretendime se diçka që jeton në oqeanin e thellë do të zbulohet brenda 2 dekadave të ardhshme dhe kjo është diçka me të cilën të gjithë jemi njohur. Udhëtari vetë shpallur në kohë ka ndarë një listë viteve se kur do të bëhen zbulimet duke filluar nga viti 2044. Video fillon duke thënë në vitin 2044 njerëzit më në fund zbulojnë oqeanin më të thellë, ndërsa shkencëtarët do të gërmojnë më tej se kur për të parë në thellësitë blu. Thuhet se 3 vjet më vonë një krijesë që dikur ishte një mit për fëmijët bëhet realitet. Megjithatë në vitin 2054 sipas udhëtarit në kohë më shumë se një specie është zbuluar. Kjo do të çojë që krijesa misterioze të shfaroset nga njerëzit në të njëjtin vit. Pavarësisht nga parashikimet e supozuara të udhëtarit në kohë, shumë përdorues të TikTokut hodhën poshtë pretendimet. Një person shkroi: "Mund ta thuash për të tërhequr vëmendjen, por nuk është e vërtetë", ndërsa një tjetër pyeti: "Si nuk na ka thënë qeveria për ju nëse jeni të vërtetë?"